Janë pamjet e një të riu në qytetin e Podujevës. Ai u pa në qendër të qytetit me një Kalashnikov në duar. Rastet e ngjashme ku siguria publike u rrezikua pati shpesh kohëve të fundit. Megjithatë, një ishepror policie vlerëson se në përgjithësi siguria publike është në nivel të kënaqshëm. Është me rëndësi të vëdësohet qytetari. Ne po kem ngritje për çdo vit të konfiskimeve të armëve. Ajo është punë e mirë e policisë. Do thotë pse gjejnë policia armë më shumë, do është puna bashkëpunimi mes qytetarëve dhe policëve. Në disa raste edhe vetë qytetarët që dorëzojnë armë. Majori në pension Qazim Rejka thot se policia ka mekanizma mjaftueshëm për ofrim të sigurisë. Policët në lagje tani kanë detyrën kryesore lidhur me armë. Ata do të jenë ura mes qytetarëve dhe policisë, të cilët do t'i lajmërojnë, të cilët do t'i njoftojnë policinë me ata njerëz që janë problematika, me ata njerëz që mundin me pas armë. Janë edhe mosa tjera, sikur lajmëro policinë. Mendim të njëjtë ndajnë edhe në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë. Institucionet e sigurisë duhet të arrisin një prezencë në komunitet. Mendoj që institucionet vetë që kanë bërë një farë reformimi caktuar që janë duke deshur me kanë sidomos policia me kanë më pranë qytetarit, që kjo farë me ndihmon për me identifiku hershëm problemet. Vrajulli thekson se duhet pasur një qasje më të mirë ndaj atyre që dorëzojnë armë në polici. Mendoj që incentiva duhet jetë e vazhdueshme për qytetarët që janë bindur që nuk ka interes në mbajtje të armës të mund të ta dorëzojnë atë pa pasur ndonjë konsekuencë. Policia në raportin për vitin 2025 ka vënë pas se ka pasur ngritje të veprave penale. Aty thuhet se edhe numri i armëve e municionit të konfiskuar është rritur.